Gjatë sezonit turistik të këtij viti në lungomare nuk do të ketë ujëra të ndotur që të derdhen në det. Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë po vjon punën për një investim të rëndësishëm që konsiston në mbylljen e kanaleve të hapur dhe në ndërtimin e stacioneve të pompimit. Ndërhyrja edhe pas kërkesës së bizneseve, por edhe banorëve të zonës, por edhe si një plan i masave në kuadër të sezonit turistik. Pikërisht gjatë sezonit turistik të këtij viti nuk do të ketë më derdhje të ujërave të ndotur në plazhin pranë Ish Akademisë së Marinës dhe në zonën tek Ish Pusi Naftës. Investimi do të mundësojë ujëra detar sa më të pastër për një sezon turistik të suksesshëm dhe pa ndotje. Kjo ndërhyrje synon që të mos ketë kanale të hapur të derdhen me ujëra të ndotur në det për gjatë shëndetores bregdetare. Projekti që po zbatohet nga Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë synon që vija bregdetare të jetë e pastër dhe ujërat të mos derdhen të ndotur. Gjatë sezonit turistik nuk do të ketë më kanale të hapur në këtë territor, ndërsa ky investim po realizohet me qëllim që bregdeti i Vlorës dhe kryesisht ai shëndetores bregdetare të jetë i pastër për qytetarët dhe pushuesit, të cilët mund të plazhojnë aty. Në kuadër të masave për sezonin turistik të këtij viti, ndërmarrja e Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë synon edhe pastrimin total të linjës së kanalizimeve nga tuneli në ujë të ftohtë deri në Jonufër. I gjithë trungu i kësaj linje do të kalojë në sitën e sektorit të kanalizimeve, ku do të synohet në pastrim dhe larje të linjës, me qëllim për ta bërë atë sa më efikase dhe funksionale. Por nga ana tjetër, ndërmarrja e Ujësillës Kanalizime rajoni Vlorë kërkon bashkëpunimin e qytetarëve dhe bizneseve për të mos hedhur mbeturinat në rrjetin e kanalizimeve. Një problematik që shkaktohet nga bizneset është derdhja e vajrave në rrjet, duke sjellë kështu probleme dhe ndotje. Investimi në lungomare synon kështu ujëra detar të pastër dhe paralelisht javën që vjen do të nisë puna edhe për pastrimin e rrjetit të kanalizimeve nga tuneli në ujë të ftohtë deri në Jonufër.